E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish së bashku për të ndarë edhe njëherë një lajm rreth marrëdhënies së Mirit edhe Selin. Do me thënë ditën e sotme, Miri dhe Selin, marrëdhënia e tyre që ka krijuar shumë pikpyetje në fakt tek publiku shqiptar se çfarë po ndodh me to, ka sjellë reagime të ndryshme edhe nga familjarët e tyre. I ftuar në fan club, vëllau i Mirit ka folur për herë të parë përveç gruas për këtë raportin dhe ka komentuar në fakt të raport. Ai thot, vllau i këngëtarit dhe banorit të Big Brother VIP 5, Miri, ka qenë i ftuar ditën e sotme në studion e emisionit të Fan Club, ku edhe ka folur lidhur me rukëtimin e të vllaut brenda shtëpisë, më të famshme në Shqipëri, si dhe me akuzat që janë hedhur ndaj tij. I ndalur te raporti mes Mirit dhe Selin, ai u shpreh se kjo e fundit po bën lojën e saj dhe se jashtë shtëpisë ne, në familjen e tyre, gjithçka po shihet në kuadër të lojës. Do të thënë për të gjitha ato që në fakt kanë patur hallin se si gruaja e Mirit e ka parë këtë raportin, e ka komentuar këtë raportin, vëllau i Mirit ka treguar që familja e Mirit këtë raportin e ka parë në kuadër të lojës, që kjo është shumë e rëndësishme, Do të thënë ishte Kiara Tito në fakt, e cila e ka pyetur se sa i përket ndjenjave që vllai mund të ketë krijuar brenda një shtëpie kundërdrejt Selinës. Tani unë e them që familjarët normalisht nuk do dalin dhe do thonë që Miri ka ndjenja për Selinën, sido që të jetë e vërteta se ato me patjetër që do ta mbrojnë qëndrimin e Mirit brenda shtëpisë së Big Brotherit. Ai thot kështu, unë nuk jam në lëkurën e Selin, çfarë ndjen, por as edhe në lëkurën e Mirit. Do me thënë, vëllau i Mirit e la pak të nënkuptueshme që edhe mund të ekzistojnë ndjenja nga ana e të dyve, por qëndrimi i tyre, do me thënë bindja e tyre, duke e njohur Mirin, duke ja njohur karakterin, duke ja njohur njeriun, dyshojnë se është në kuadër të lojës. Tani thonë kështu, Selin është një lojtare, po bën lojën e saj, ku raporti i tyre është për të krijuar dinamika që të jenë faktor në atë lojë. Do me thënë, vllau i Mirit na çon ne të dyshojmë që Selina dhe Miri mund të jenë në një marrëveshje për këtë gjë. Jenë ndarë në dy grupe që atëherë këtu është i keq përdorur gimbo. Nëse do flinin në gjumë, ne nuk do të kishim me këtë merreshim, thot ai. Ne e shohim në aspektin e lojës, të gjithë skenën e tyre. Unë nuk jam në lëkurën e Selin, çfarë ndjen as në Mirit. Miri është ai që është, me zemrën e madhe, dashamirësinë për t'i parë gjithmonë gjërat më pozitivisht. Nuk kam parë asnjë moment që Miri të shoh të keqen. Tani do me thënë, familja e Mirit në këtë rast, do me thënë janë për të lënë për të kuptuar dhe janë për të dëshiruar, tregoj një lloj edukate të jashtëzakonshme kundërdrejt Selin, ndërsa e kundërta, familja e Selin, do me thënë si duket ndoshta edhe nuk e kupton lojën, po tregon një lloj mlefi, një lloj urrejtje, një lloj inati jashtëzakonisht të madh kundërdrejt Mirit, sikur ai me zor u merr gocën e tyre, me zor kalon momente me vajzën e tyre. Por në këtë rast, do me thënë, familja e Mirit të tregohet shumë familje moderne dhe shumë dinjitoze. Si e shikoni ju këtë ngjarje, duhet marrë mendimin tuaj?